Në qytetin e Gostivarit u mbajt për herë të dytë festivali i këngës qytetare Goca e Tivarit nën organizim të Qendrës për Kulturë në Gostivar. Ky aktivitet kulturor mblodhi 10 këngëtarë dhe 3 orkestra nga Gostivari, Tetova dhe Kosova, duke sjellë një mbrëmje plot emocione dhe interpretim të shkëlqyer të këngës qytetare shqiptare. Festivali u hap me interpretimin e ansamblit Dardanus nga Tetova, ndërsa pjesë e programit ishin dhe ansambli Kosovarja këndon nga Ferizaj dhe orkestra e Qendrës për Kulturë në Gostivar, e cila u prezantua me këngëtarët Fisnik Ristemi, Betim Zylali, Fatbi Lazi, Premtim Nuhiu, Saranda Imeri Stafaj dhe Shpresim Zylbari. Këngëtarja Saranda Imeri Stafaj nga shoqëria kulturore artistike Besa e Gostivarit u shpreh se festivali po e pasuron jetën kulturore të qytetit dhe tregon se Gostivari ka nevojë për organizime të tilla që ruajnë dhe promovojnë trashëgiminë muzikore shqiptare. Gostivari ka qenë njëri ndër qytetet më me traditë sa i përket muzikës së mirëfillt shqiptare. Mirë po, pasoi një periudhë e tranzicionit dhe sikur këto vlera sikur u harruan nga popullata, mirë po më vjen mirë që 2 vite me radhë që organizohet festivali Goca e Tivarit, ne po e kthejmë besimin dhe freskinë në publikun e Gostivarit. Kjo e dëshmon edhe vetë nga prezenca e tyre sonte dhe nga atmosfera e bukur që na e dhuruan. Nga ana tjetër, ansambli Dardanus nga Tetova theksoi rëndësinë e këtij festivali në gjallërimin e jetës kulturore të qytetit. Sopranoja Besarta Murtezani u shpreh se ndihet gjithmonë si në shtëpi sa herë që vjen në Gostivar, pasi dikur ka qenë pjesë e shoqërisë Besa. Realisht unë këtu jam si e shtëpisë, se jam Besë Gostivari, edhe për një periudhë kam qenë edhe soliste në ansamblin Besa, edhe tash merr tamam si me ardh në shtëpinë time. Një publik shumë i ngrohtë, një program shumë i bukur, edhe uroj ky festival të ketë shumë jetëgjatësi, pasi Gostivarit i duhet një festival si ky. Ndërsa anëtarët e ansamblit Kosovarja këndon nga Ferizaj falënderuan në organizatorët për ftesën dhe pritjen e ngrohtë që u bën nga publiku gostivaras. Këngëtarja Djelza Dudushi tha se ka mbetur e impresionuar nga publiku dhe mikpritja në Gostivar. Jam shumë injose, po ashtu edhe jam pasionuar të them drejtën edhe me publikun, i cili aq mirë na ka prit sa që nuk kam pas më asnjë tremë dhe asnjë lloj dyshimi kur ka filluar edhe kënga. Kështu që shumë respekt për publikun dhe për gjithë festivalin. Në përmbyllje të festivalit, drejtoresha e Qendrës për Kulturë Faria Dili ndau minjoi për të gjithë ansamblet pjesëmarrëse. Mbrëmja u mbyll me këngën simbol të qytetit Një lule në Gostivar, nën duart rokitjet e shumta të artdashësve të pranishëm.